Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 9 shkurt dhe ne si çdo ditë do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të 9 shkurtit dhe në vitin 1855 u mbyll panairi i parë botëror i Parisit, një ngjarje e jashtëzakonshme që shënon një hap të madh në zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare. Më 9 shkurt 2008, Kosova shpalli kushtetutën e saj, një akt historik që hapi një faqe të re për popullin shqiptar dhe për të gjithë rajonin. Më 9 shkurt të vitit 1109, lufta e Agërben ndodhi gjatë periudhës së kryqëzatave, një nga momentet kyçe të mesjetës, ku ushtarët latin morën në kontroll qytetin e Agërben. Dhe në 9 shkurt të vitit 1916 u zhvillua një nga betejat më të ashpra të luftës së parë botërore, e njohur si Beteja e Verdunit, që pati një ndikim të madh në fatet e luftës. Një ngjarje tjetër me rëndësi historike ndodhi në 9 shkurt të vitit 1917, kur filluan protestat dhe grevat që çuan në revolucionin e shkurtit në Rusi. 9 shkurti është dita e 40 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 325 ditë. Ngjarje 474. Zenoni u zgjodh bashkëperandori perandorisë bizantine. 1822. Haiti pushtoi Republikën e sapo formuar Republikën Dominikane. 1825. Pasi që asnjë kandidat nuk arriti vota të mjaftueshme për të zgjedhur president, Shtëpia e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara zgjodhi John Quinn Adams president të Shteteve të Bashkuara. 1895. William G. Morgan modifikoi mintonete në volejboll. 1900. U themelua turneu Davis Cup. 1943. Komanda aleate deklaroi që ishulli Guadalcanal në pjesën jugore të paqësorit ishte plotësisht nën kontrollin e forcave aleate. 1950. Senatori amerikan Joseph McCarthy i shtetit Wisconsin, në një fjalim që mbajti në një klub të grave republikane në Wheeling të Virginias Perëndimore, senatori tha se kishte një listë me emra e 205 komunistëve, të cilët punonin në departamentin e shtetit. 1969. U realizua fluturimi i parë testues i Boeing 747. 1971. Programi Apollo 14 u kthye në tokë. 1975. Anija kozmike sovjetike Soyuz 17 u kthye në tokë. 1991. Lituanezët votuan për pavarësinë e Lituanisë. 2002. U hapën lojrat olimpike dimërore në qytetin St. Si çdo datë tjetër, dhe kjo datë shënon lindje të rëndësishme për historinë. Në 9 shkurt të vitit 1804 lindi Nikolaj Gogol, shkrimtari rus i njohur për veprat e tij të thella satirike dhe komike. Në të njëjtën datë në 9 shkurt 1632 lindi filozofi holandez Baruch Spinoza. Ai ishte një nga mendimtarët më të njohur të periudhës së dritës dhe teoritë e tij mbi natyrën e Zotit dhe të drejtat e individit janë thelbësore për filozofinë moderne. Më 9 shkurt 1944 lindi Alice Walker, shkrimtare dhe poete amerikane. Lindi më 9 shkurt 1969 Catherine Zeta-Jones, aktoria e njohur u bë e famshme për rolet e saj në filma si Traffic dhe Chicago, ku fitoi gjithashtu një çmim Oscar për rolin e saj në këtë të fundit. Po ashtu, më 9 shkurt 1956 lindi aktori i famshëm amerikan Tom Hanks, i njohur për karrierën e tij të jashtëzakonshme dhe për fitimin e dy çmimeve Oscar. Lindje 1773. Lindi William Henry Harrison, presidenti 9 i SBA-s. 1925. Lindi Rinus Michels, futbollist dhe trajner holandez. 1940. Lindi John Maxwell Cortese, shkrimtar jugoafrikan, nobelist. 1944. Lindi Alice Walker, shkrimtare amerikane. 1947. Lindi Carla Del Ponte, juriste zviceriane.
prokurore pranë Tribunalit të Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi. Vdekje 1881. Vdiq Fyodor Dostojevski, shkrimtar rus. Gjithashtu, si çdo datë tjetër, kjo datë nuk shënon vetëm lindje, por dhe humbje të rëndësishme për historinë. Më 9 shkurt të vitit 1849 vdiq shkrimtari dhe poeti amerikan Edgar Allan Poe, i njohur për krimet e të errëta dhe misterioze si The Raven. Në vitin 2007 më 9 shkurt vdiq tenori i njohur italian Luciano Pavarotti, një nga këngëtarët më të njohur të operas. Më 9 shkurt 1977 vdiq legjenda e kinemas Charlie Chaplin, i njohur për rolin e tij The Tramp. Një nga figurat më të përfolura të historisë, Adolf Hitler, vdiq më 9 shkurt të vitit 1945 si pasojë e lëndimeve të marra gjatë periudhës së luftës së dytë botërore. Tani u ftyt të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Çaji, sidomos i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale të qetësisë. Ndryshe nga çaji i shell ose ai i zi, kamomili vjen nga një lule e cila ka aftësinë qetësuese dhe nxitëse të gjumit. Lulja përmban flavonoid që janë pjesërisht përgjegjës për nxitjen e gjumit. Kundër dhimbjeve të stomakut, çaji i kamomilit është një kur ideale dhimbjeje, sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin, nxit gjumin. Nëse konsumoni çaj kamomili përpara se të shkoni në shtrat, ky çaj ka efekte qetësues dhe largon shqetësimet që të lëm pa gjumë. Tretja, çaji ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së inhibituar. Ai funksionon dhe kundër gazrave dhe thyrjeve. Për një imunitet të fortë, nëse prekini rregullisht nga gripi apo e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatëron ndjeshën bakteret e këqija në organizëm. Kundër të djegurave, egjiptianët dhe grekët e lashtë e përdornin kamomilin dhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidant që lufton radikale të lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e baktereve. Ul nivelin e sheqerit në gjak. Kërkime shkencore konfirmojnë se konsumimi i çajit të kamomilit është një mënyrë efikase për nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu përmirëson shikimin, nervat dhe funksionin e veshkave. Irritimet e lëkurës. Të djegurat nga djedhi, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten dhe kurohen me çaj kamomili. Kontraktimet muskulare. Çaji i kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe stresit. Vepron si antiinflamator. Një studim në vullnetar njerëzor demonstroi se flavonoidët e kamomilit dhe vajrat thelbësor depërtojnë në shtresat më të thella të lëkurës, duke lejuar përdorimin e tyre si agent lokal antiinflamator. Kamomili përmban flavonoide të pasura me antioksidant dhe të shoqëruara ndjeshëm me uljen e rrezikut të vdekjes nga sëmundja koronare e zemrës. Lehtëson dhimbjet e barkut. Ka prova klinike që kanë vlerësuar efikasitetin e kamomilit për trajtimin e dhimbjeve të barkut tek fëmijët. Lufton infeksionet. Në një studim të bazuar nga Gazeta e Bujqësisë dhe Kimisë Ushqimore të Shoqatës Kimike Amerikane, që përfshinte 14 vullnetar, zbuluan se çaji i kamomilit rrit sistemin imunitar dhe lufton infeksionin. Parandalon kancerin. Shumica e vlerësimeve të frenimit të rritjes së tumorit nga kamomili përfshin studime me apigenin, i cili është një nga përbërësit bioaktiv të kamomilit. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për legjendën e komedisë dhe kinemas. Imazhi një njeriu të vogël me mustaqe, kapele të mëdha dhe pantallona të gjëra, është një nga më të njohurit në histori të kinemas. Ky është Charlie Chaplin, njeriu që krijoi Trumpin, një personazh që ende sot e kësaj dite i bën të qeshin miliona njerëz anë mban botës.
Lindi më 16 prill të vitit 1889 në Londër, një familje të varfër. Jati i tij, një këngëtar dhe aktor, humbi jetën kur Charlie ishte vetëm 12 vjeç, ndërsa nëna e tij, një këngëtare e shëndetshme mendore, e ndihmoi atë të hyjë në botën e teatrit të vogël. Si fëmijë, Chaplin kaloi shumë kohë në jetimore për shkak të kushteve të vështira familjare. Në moshën e re, ai ishte shumë ambicioz dhe i pasionuar për artet performuese, jo që e çoi në karrierën e tij si aktor dhe komedian. Në vitin 1913, ai u transferua në Shtetet e Bashkuara dhe filloi të punojë me Mack Sennett, ku krijoi një nga personazhet më të dashur të kinemas, The Tramp. Ky personazh, i njohur për mustaqet e vogla, pantallonat e gjera dhe këpucët e mëdha, pati një ndikim të menjëhershëm duke i bërë njerëzit të qeshin pafund. The Tramp ishte një njeri i varfër, i thjesht, por gjithmonë me zemër të madhe dhe mendje të shpejtë. Ai ishte gjithmonë duke kërkuar një mundësi për të shpëtuar nga ngushtësia e jetës, dhe dashuria e tij për të qeshur, edhe në momentet më të errta e bëri atë një hero për shumë njerëz. Një nga arritjet më të mëdha të Chaplin ishte shkrimi dhe regjia e filmave të tij, duke i bërë ato të paharrueshëm. Filmi i tij i famshëm, The Kid, është një nga më të mirët dhe më të rëndësishmit në historinë e kinemas. Ky film, që përfshin humorin e tij të njohur, ishte gjithashtu një shqyrtim emocional i jetës së fëmijëve të varfër, duke i treguar Chaplin si një nga komedianët më të ndjeshëm dhe më të shquar. Megjithatë, jo gjithçka ishte lehtë për Charlie Chaplin. Puna e tij si artist ishte gjithashtu një sfidë me autoritet dhe politikat e kohës. Chaplin, që një individ i shprehjes së lirë, u bë një figurë kundërshtuar nga disa grupe në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nga qeveria amerikane për lidhjet e tij të dyshimta me ideologjinë socialiste, e u detyrua të largohej nga SBA-ja dhe të jetonte për pjesën tjetër të jetës në Zvicër. Në vitin 1972 ai u kthye në Shtetet e Bashkuara për të marrë çmimin Oscar për kontributin e pashoq në kineman botërore. Charlie Chaplin vdiq më 25 dhjetor 1977, por ndikimi i tij në kineman botërore është i pashlyeshëm. Ai e shndroi komedinë e heshtur në një formë të artit të pavarur dhe ka lënë pas vetes një trashëgimi që vazhdon të inspirojë artistët dhe komedianët edhe sot tek kësaj dite. Charles Dickens, lindur në 7 shkurt 1812, vdiq më 9 qershor 1870. Ishte një shkrimtar dhe kritik social anglez. Ai krijoi diçka nga personazhet imagjinar më të njohur në botë dhe konsiderohet nga shumë si romancieri më i madh i epokës viktoriane. Veprat e tij gëzonin popularitet të papar gjatë jetës së tij dhe në shekullin e 20 kritikët dhe studiuesit e kishin njohur atë si një gjeni letrar. Romanet dhe tregimet e tij të shkurtra lexohen gjithsesi sot. I lindur në Portsmouth, Dickens la shkollën në moshën 12 vjeçare për të punuar në një fabrikë çizmes, kur babai i tij u burgos në një burg të borxhlive. Pas 3 vjetësh ai u kthye në shkollë, para se të fillonte karrierën e tij letrare si gazetar. Dickens botoi një revistë javore për 20 vjet, shkroi 15 romane, 5 novela, qindra tregime të shkurtra dhe artikuj jo fiktiv, ligjëroi dhe lexoi gjerësisht. Ishte një shkrues i palodhshëm letrash dhe bëri fushat energjitike për të drejtat e fëmijëve, për arsibimin dhe për reforma të tjera sociale. Suksesi letrar i Dickens filloi me botimin serial të Pickwick Papers në vitin 1836, një fenomen botues, fal prezantimit të personazhit Sam Weller në episodin e 4, Qendezi Madhrat dhe spin-off të Pickwick. Brenda pak vitesh, Dickens ishte bërë një personazh i famshëm, letrar ndërkombëtar, i famshëm për humorin, satirën dhe vëzhgimin e mprehtë të karakterit dhe shoqërisë. Romanet e tij, shumica e tyre të botura në këste mujore ose javore, ishin pionerët e botimit serial të trillimeve narrative, i cili u bë mënyra dominuese viktoriane për botimin e romaneve. Përfundimet e cliffhanger në botimet e tij serike i mbanin lexuesit në pezullim. Formati i kësteve i lejoi Dickensit të vlerësonte reagimin e audiencës së tij, edhe ai shpesh e modifikonte komplotin e tij dhe zhvillimin e karakterit bazuar në reagime të tilla. Për shembull, kur kiropodisti i gruas së tij shprehu shqetësimin se si Miss Moncher në David Copperfield duke se pasqyronte aftësitë e saj të kufizuara, Dickens e përmirësoi karakterin me karakteristika pozitive. Komplotet e tij u ndërtuan me kujdes dhe ai shpesh gërshetoi elemente nga ngjarjet aktuale në narrativat e tij. Masat e të varfërve analfabet do të paguanin individualisht një gjysmëqindarkë për të lexuar çdo episod të ri mujor, duke hapur dhe frymëzuar një klasë të re lexuesish. Novela e tij e vitit 1843,
A Christmas Carol mbetet veçanërisht popullore dhe vazhdon të frymëzojë përshtatje në çdo zhanër artistik. Oliver Twist dhe Great Expectations gjithashtu përshtaten shpesh dhe si shumë prej romaneve të tillë ngjallin imazhe të Londrës së hershme viktoriane. Romani i tij vitit 1859, A Tale of Two Cities, i vendosur në Londër dhe Paris, është vepra e tij më e njohur e trillimeve historike. Ai ndërmori në përgjigje të kërkesës së publikut një seri turne leximi publik në pjesën e mëvonshme në karrierën e tij. Termi Dickensian përdoret për të përshkruar diçka që të kujton Dickensin dhe shkrimet e tij, të tilla si kushtet e këqija sociale ose të punës, ose personazhet komikisht të neveritshëm. Charles Dickens lindi më 7 shkurt 1812 në Landport, një rrethind të Portsmouthit, i dyti prej gjithsej 8 fëmijëve të John dhe Elizabeth Dickens. Babai i tij ishte një punonjës në zyrën e pagesave detare. Ai kaloi fëmijërinë në Chatham Kent, ishte romancieri më popullor në gjuhën angleze, i të quajtur epokës viktoriane. Ai ka krijuar disa nga personazhet më domethënëse e protetizuese të letërsisë, me temë sociale, drejtimin e reformës në të gjithë punën e tij. Populariteti të vazhdueshëm të romaneve të tij dhe tregimet e shkurtra është e tillë që librat e tij s'kan dalë kurrë jashtë printimit, madje janë bërë edhe filma në kinema. Pjesa më e madhe e punës së tij të parë në shtypin periodik dhe revista në formë serive, një mënyrë të popularizuara të botimit trillim në kohë. Më 8 qershor 1870, Dickens pësoi një goditje tjetër në shtëpinë e tij pas një pune të plotë në Edwin Drood. Ai kurrë nuk u rikthye në vetdije dhe të nesërmen 5 vjet deri në ditën pas rrëzimit të hekurudhës Staplerhurst, ai vdik në Garth Hill Place. Biografi Claire Tomalin ka sugjeruar se Dickens ishte në të vërtetë në Peckham, kur ai pësoi goditje dhe zonja e tij Elian Ternan dhe shërbëtorët e saj e kishin kthyer atë në Gadding Hill, kështu që publiku nuk do ta dinte të vërtetën rreth marrëdhënies së tyre. Ndryshe nga dëshira e tij për të varrosur në katedralen e Rochester në një mënyrë të lirë, të paqëndrueshme dhe rreptësisht private, ai u pre në Poets Corner të Westminster Abbey. Një epitaf i shtypur që qarkulloi në kohën e varrimit thotë: në kujtim të Charles Dickens, autori më popullor i Anglisë, i cili vdiq në rezidencën e tij Hilgham afër Rochester, Kent, 8 qershor 1870, në moshën 58 vjeçare. Ai ishte një simpatizant i të varfërve, të vuajturve dhe të shtypurve, dhe me vdekjen e tij, një nga shkrimtarët më të mëdhenj të Anglisë u mbet në botë. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për pikën e nxehtë të tokës dhe jo për Ekuadorin. Lugina Lut, e vendosur në jugun e Iranit, është një nga vendet më të nxehta të dokumentuara ndonjëherë në botë dhe ndoshta mund të jetë më e nxehta duke thyer rekordet e temperaturave të larta që zakonisht mendohet të ndodhin pranë Ekuadorit. Kjo luginë është një vend i pazakontë pasi është një hapësirë shkretinore në kushte të ekstremit që e bën të pamundur jetesën për shumicën e specieve dhe bën që kjo zonë të mbetet pothuajse tërësisht e pabanuar. Lugina Lut është një nga ato vende që duket sikur është krijuar për të sfiduar çdo lloj ideje për një klimë të zakonshme. Temperaturat mund të arrijnë deri në 70.7 gradë Celsius dhe kjo është një nga ato temperatura më të larta të regjistruara ndonjëherë në histori. Ajo që e bën këto temperaturë dhe më të pabesueshme është fakti që lugina Lut ndodhet jashtë Ekuadorit dhe më shumë në një pozicion të thellë dhe të thatë, ku ajri është jashtëzakonisht i thatë, duke bërë që çdo rrezë dielli të ndikojë në mënyrën më të fuqishme. Për të përshkruar natyrën e veçantë të kësaj zone, shkencëtarët kanë përdorur njësi të veçanta për matjen e temperaturave dhe sisteme termometrike që i mundsojnë atyre të regjistrojnë temperatura të larta në sipërfaqen e tokës. Lugina Lut është pjesë e shkëtëtirës Dashte Lut, e cila është një nga shkëtëtyrat më të mëdha dhe më të thata në botë. Në këtë rajon, çdo gjë mund të duket si një sfidë për mbijetesë. Toka ka një reflektim të lartë të dritës, duke pasur si pasojë një temperaturë akoma më të lartë. Pamja e tokës është gjithashtu një ndër aspektet më mbreslënëse. Në shumë pjesë të luginës Lut, toka ka struktura të mrekullueshme që formohen nga erat e forta dhe nxehtësia ekstreme, që krijojnë pika të thella dhe forma të paharrueshme të gropave dhe të përthithjes, Apollo 14 janar, 31 janar 1971, 9 shkurt 1971,
ishte misioni 8 me ekuipazh në programin Apollo të Shteteve të Bashkuara, i treti që ul në hënë dhe i pari që ul në malësinë hënore. Ishte i fundit nga misionet H, ulje në vende specifike me interes shkencor në hënë, për qëndrime dytitore me 2 aktivitete. Misioni ishte planifikuar fillimisht për vitin 1970, por u shtyp për shkak të hetimit pas të shtimit të Apollo 13 për të arritur në sipërfaqen e hënës dhe nevojës për modifikime në anijen kozmike si rezultat. Komandanti Alan Shepard, piloti i modulit komandues Stuart Rosa dhe piloti i modulit hënor Edgar Mitchell u nisën në misionin e tyre 9 ditor të dielën 31 janar 1971 në orën 4:03:02 pasdite. Gjatë rrugës për në uljen hënore, ekuipazhi ka përcjell keq funksionimet që mund të kishin rezultuar në një mision të dytë të ndërprerje radhazi dhe ndoshta në përfundimin e parakohshëm të programit Apollo. Shepard dhe Mitchell bën uljen e tyre hënore me 5 shkurt në formacionin Fra Mauro. Fillimisht objektivi Apollo 13. Gjatë 2 shëtitjeve në sipërfaqe, ata mblodhën 94.35 pound, shkëmbin të hënës dhe zhvilluan disa eksperimente shkencore. Për zhgënjimin e disa gjeologëve, Shepard dhe Mitchell nuk arritën buzën e kraterit Kon, siç ishte planifikuar, megjithëse u afruan. Në ngjarjen më të famshme të Apollo 14, Shepard goditi 2 topa golfi që kishte sjell me vete me një shkop të improvisuar. Ndërsa Shepard dhe Mitchell ishin në sipërfaqe, Rosa mbeti në orbitën hënore në bordin e modulit të komandës dhe shërbimit, duke kryer eksperimente shkencore dhe duke fotografuar hënën, duke përfshirë vendin e uljes së misionit të ardhshëm Apollo 16. Ai mori disa qindra fara në mision, shumë prej të cilave mbi në kthim, duke rezultuar në të ashtu quajturat pemë të hënës, të cilat u shpërndan gjërësisht në vitet në vijim. Pas ngritjes nga sipërfaqe hënore dhe ankorimit të suksesshëm, anija kozmike u kthye në tokë, ku 3 astronomët u spërkatën të sigurt në oqeanin paqësor më 9 shkurt. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 9 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me rreshje shiu dhe intervale të shkurtra pushimi, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu her pas here më të theksuara kryesisht në zonat jugore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 9 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 9 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës.
Territori i Kosovës për datën 9 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave me reshje shiu në shumë zona. Paraditja do të jetë me mot të vrenjtur dhe reshje shiu lokale, ndërsa pasditja vijon me reshje të her pas hershme në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 9 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 10 gradë Celsius. Pej 2 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të ndryshimit sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.